Otërën tezën, sepse ata kanë kalu në për një situatë edhe ma tragjike, do të thotë ata cilë kanë lidh vitet 50, 60, 70, ka qenë një sfidë përveç në mbjetesën, po më ne kështu etnike për shkak të luftës, ka qenë edhe mbjetesa do të ekzistenciale sa i përket varfënisë, sepse kemi jetuar në një varfëni të skajshme, do të thotë për shkak të kushteve, kështu që ka njerë po them siç ka thonë ai, kur po i dëgjoj problemet e teatrit, mijat po mdukën kështu që Po kujtimet janë shumë për rëndësi për një personën e mendoj, edhe është, unë për veti besoj shumë në Zot edhe në botën tjetër, edhe mendoj që në naime kudo që është, aja më forcon edhe kam më mbrojt, e kam edhe për arsye se edhe pse mjekët i kam thonë mos lind më fëmijë, se i ka pas venat, ka vden nga tromboza, aja jo, po du me lindë edhe një, a vëden dëshira, du me thonë aja ka sakrifiku jetën vetë për dalë në dritë. Edhe për këtë, unë nuk dorëzona kur, edhe mundona ta bëj krenar, jam munduar, kam kryer me fakultet, kam kryer standardin intelektuali, kam 2 mastera, një në menaxhment, një në aktrim. Ka shtyp për mirë, dukesh. Po, normal, po, më ka motivu shumë. Po normal, ka pas faza, kur jem konë, që se i kam eret kesh, jem sill me dikë mënyrë çuditshme, mirë pas njëherë i dhon shumë nuk kam qenë, po jem sill mënyrë çuditshme. Shpresoj që më falin krejt që po të shojnë. Iris, i kemi disa fotot tuat, ku shpejt ndoshta mund na kujtohet diçka për ty? Unë jam lindur në Tiranë edhe kam një fëmiri, sepse kam qenë shumë e përkëdhelur dhe me shumë dashuri, sepse prindrit e mi më lindën mbas 11 vjetësh ishte lindur motra ime. Jemi vetëm 2 motra. Dhe mbaj mend që fëmiria ka qenë 3 të rritur të përkushtuar tek unë dhe më kanë dhuruar shumë dashuri. E në Tirana ka qenë një qytet i paqët, i bukur në fëmirin time. Dhe ndryshimet në 90-ën mendoj se erdhën të paqta. Më shumë them ndryshimet kanë qenë bile kur kam shkuar në Greqi, kanë kujtuar shumë shoqëria greke, me ata që jam ndeshur, jam takuar, kanë kujtuar se ndryshimi i Enver Hoxhës, sistemi komunist ka qenë në 97-ën, që ishte aq i rëmush. Nuk e kishin kuptuar që kishte qenë në 90-ën, sepse në 90-ën ndodhi vërtet goxha paqësor me grevën që mbajtën studentët edhe Ramiz Alia e dorëzoi qeverinë. Por atëherë ata kujtuan se pushteti komunist ra në 97-ën, kurse neve nga ana tjetër që jetonim në Shqipëri kishim 7 vjet që quanim veten në demokraci. Në një demokraci të bukur, të lirisë fjalës, sipas botë kuptimit atëherë, se unë kam qenë vetëm 14 vjeçe, por kam jetuar vitet e shkollës mesme, tek Sami Frashëri, në një klasë eksperimentale, goxha, vitet bukura dhe shumë të përkushtuara në studime, edhe në universitet pastaj për gjuhë letërsi, e cila ka qenë një deg e zgjedhur, e preferoja letërsinë. Kam nxënëse shumë e mirë dhe në shkencat në matematik fizik, por ka qenë pasion letërsia. Kur jemi të fotografit, sigurisht e kam për të dyve, edhe për profesorin, po edhe për ty, Lindit, që fotografit janë momente që ndoshta i haron disa kujtime, po fotografit janë ato që të kthejnë në kohë. Ndërsa sot, çdo gjë fotografohet, e kemi edhe nuk e di se sa mbahen mend, duke pasur një fotografi kështu fizike, Fitim. Të mbajnë në kujtime më shumë fotografia si letër, apo kujtimet në telefonin tënë që janë shumë foto? Më drejtën në një pjesë të madhe të fotografive të para luftës nuk e kam. Një ndjekë që të gjitha, u dëgjën me spashku me shtepin. Kjo është një prej fotove më të vjetra, do thotë që unë e kam. Trujt në është pro ky me gjaketën e gjelber të në pjesën fond, këtu i pari. Kjo është gruaja e migjës të babës, sepse unë migjë nuk kam, po migja i babës, do thotë edhe janë, nëse nuk gaboj, 2 mbesa tunë, është fotografia para luftës e vitit 1995 duhet jetë kjo, edhe që ma kujton pjesën asoj që është para luftë. Diçka tjetër nuk u dëgjën gjitha, do thotë, u dëgjë shtëpia, pasunia, gjitha do që patët, ne dolem vetëm me roba, do thotë. Kjo është kujtimi i vetëm që e ke? Kujtimi i vetëm që unë kam në pjesën e para luftës nëse nuk gaboj. Kam edhe një foto, po mduket nuk kam mujt me gjitha akuma, kam një foto së bashku me nanën në 1995, po atë vit kur vdiq motra ime, është një prej fotografive që faktikisht unë me foto të thash edhe ne nuk jam shumë i lidhun edhe pasionuar, se unë ju marr vesh me lexim.
Shamu kam takime gjatë luftës të kjo shtëpia këtu ku jemi, kam pas me ushtarë të shtisimtarë të Kosovës, cilët edhe i kam zgjuar nga gjumi në një moment caktuar dhe kur vetëm hyrën forca serbe në pjesën nga Skenderaj tek lagja e lushtakëve dhe mund kujtohet sikur sot kur kam shkuar dhe i kam thirr për dal, po thjesht nuk kam bërë foto. Kjo është fotoja e pjesës së studimeve dhe foto